Oh, përshëndetje. Alma, erdi elektricisti, urdo. Qysh erdhe? Si jeni? A jeni mirë? Që s'janë ndonjë gotë raki? Pa, raki? Nuk pini në orar të punës, ha? Jo, po preferoj verën. Merë lot, lutem. Në rregull. Urdo, ullu, sa ta... Çfarë problemi keni? Shiko tani, sa herë që fusim në punë boljerin, stakohet ajo siguresa. Jo, çfarë problemi ke me zonjën? Me zonjën? Ndjej një tension midis jush. Qa tensionin? Tensionin e ndjej tash është energji. Urdhëroni. Faleminderit shumë. Shumë e lëngshme. Çfarë problemi mendoni se mund të ketë usta? Nuk e di. Ndoshta keni rënë në rutinë. Ndoshta mungesa e dëshirës seksuale për njëri tjetrin. Qa dëshire thu? Olla për siguresën po flasim atë. Çdo marrëdhënie ka një siguresë. Ndonjëherë siguresa bie, ndonjëherë digjet, po kjo nuk do të thënë që marrëdhënia mori fund. Unë kam parë raste shumë të këqija. Qa po thua? Të re? Jo. Do doja. Ja dhe fryri një martese të palundur. Djali. Voglush. Ja keni kaluar të gjitha pasiguritë tuaja djalit. Gjuna. Pse? Unë do bëj futbollist, tani do bëhet alkolist. Jo të keqen babi. Qa e të ishtë? Për jashta, shpejt, për jashta. Qa e të? Ja, zere se erdi. Mos është dhe ky si ai i pari. Po jo, mo këta janë elektricista profesionist, nuk janë psikolog. Jo të keqen babi, jo, e thash për shaka. Mos e përmend më fjalën elektricist se fillon dhe qanë çuni. Nuk do vi, jo. Erdi. Urdhoni, faleminderit. Si jeni zonjë? Cili është problemi? Si të do këtu më trathon gruaja? Jo, për shpinë, korrent. Jo, ka një tension me sa duket, midis mehe dhe gruas, kupton? Semër. Duket se po të kërkon çuni. Po kërkon çuni, mirë. Mirë, si ku... Mund vazhde. Po. Si thua? Po tani se kam ndarë mirë, po ka mundësi t'jetë në i siguresë, po do ta... Jo, e kam fjalën për ne. Mendo se një fëmijë 2 do na rregullon të martesën. Pa jeni profesionist, na jepni mendimin tuaj. Shko. Gëzuar për ne. Për ne të dy. Dua t'i ke me pushime, zemra. Ashtu? Ta pris zemra jote. Ta pris zemra... Që tani? Lera? Ajde. O, po këtu që nga ngrot, bravo. U knaqen zemra një? Po, knaqen shumë, zot faleminderit. Pushime të mira? Margaritari, viu, perla ime thellësive, ëngjëll dritje, zoti ma, që s'ngopem dot, Zemra kam parë një palë çizme. Çizme? Do mi blesh? Po normal që po më zemra, po qa thua dhe, çizma, 2 palë, 2 palë. Ha? Po që... Ti gëzollë. O, faleminderit, o të vdes. O, sa me fatja. Tani dua me një smak o zemra. Smart? Po. A ble zemra joda me shumë. Zemra ju? Vdesu. Do mi ta provoj? Hajde. Po shpirt po shikon sa e bukur je, ha? Tesu. Zemra do të bëj hundën. A bëj më shpirt e doktor Juliani, a do ta bësh ti? O, sot sa i mirë që je. Që kam bërë për ta merituar?
Albi, unë dua... Do, qa do? Qa do ta jep zemra jote? Do universin? Do Miss Universin? Qa do ta japu? Dua dikë tjetër. Do ikësh? Jo, do ikësh ti. Do iku? Vlla mirje, desh të shtypi kurva. Qa jo ishte? Alba! Përshëndetje të nderuar telespektator. Sot me ne do jetë zoti Aqif Këneta, shefi i grupit të punës për shpërndarjen e ndihmave. Si po shkon procesi deri tani? Procesi është duke shkuar shumë në rregull. Jemi këtu te lagja e ish Kënetës në Durrës, e cila është riaktivizuar si Kënet dhe po shpërndajmë këto komerdare, bracole, gjëra të tilla. Pra po shpërndani kamerdare për njerëzit që kanë humbur gjithçka. Gjithçka është jeta, zoti gazetari pa certifikuar. Ne atë duam të mbrojmë jetën duke shpërndar këto komerdare, kova, lopata, abonime digital, gjëra esenciale, kupton? Qartë. Çfarë mund na thoni për kolektorin që nuk ka funksionuar as pak? Jo, kolektori ka funksionuar shumë mirë, thjesht në atë moment nuk funksionoi se pati çikshi dhe nuk funksionoi, por në përgjithësi ka funksionuar shumë mirë kolektori. Po këtu është përmbytur çdo gjë zoti Këneta. Tani janë punë e Zotit, ç'a ti bëjon Zoti? Kanë vjedhur tëra tendera, tëra lekë, tëra rropë njerëzit. Ç'a ka vjedhur? Nuk kanë vjedhur asgjë. Mashtrusa jeri, me. Ore më vraf ti madhi Zot Bogujeva. E mbyllim. Pra, të nderuar telespektator, ishim me zotin Aqif Këneta. Ju përshëndesim. Zemër, ka ardhur dhe fesa çunit. Shiko. Ka ndalë notat bico. Të gjitha 10? Të gjitha 10. Po e matematika 10? Po ne jemi gdhë në matematikë. Duhet ta pranoj. Është gjeni ideali. Bico, do të çoj babi atje te kurv te huaj që ke qef. Zemra mamit. Mblith lodrat e vllajt dhe ikim. Hajde. Bico, pasi li paku i babit. Djali më duket është dorobell. Është gdhëm, më nuk zë fare, është dell. S'kerti jo. Që i ka gjitha 10? S'ka mundësi e mirë. Jo, nuk ka të sojnë. Çfarë date është shpallur pavarësia e Shqipërisë? Qa bën aty? Si dhe këtu? Kush është kryeqyteti i Shqipërisë, Oskar? Po Zoti i Madh. Sa bëjnë 5 ore? Qa është kë muhabet kështu? Gëdhe. Sillim pjatu i babit. S'kerti, shkëllojmë atë që nushin të keqen mamit. Sa e bukur ajo reja.
Ret kryen nga avullimi dhe ftoja e ajrit. Ja një shpjegim i thjeshtë. Dielli ngrohet detet, liçenet, lumenjt dhe tokën. Kush ndrohet në avull uji dhe ngrihet lart në ajër. Është gjeni djali. Qa gjeni më me ChatGPT? Pra me ChatGPT ti? Nga sot e tutje vetëm libra, s'ka me ChatGPT. Et shpishmet. Shpishmet, edhe ti. Ik merr ca banan ik. O, ba, po nuk më hajet. Po hahet keqen babi, pse sa fare? Po nuk më hajet. Po s'ke kënë fare, mo haçi. Po s'po më hajet. Po haj se do na fusi në burga i xhaxhi pastaj po semri. Ha, se ta fus babi në burg pastaj. Se ti se ke mbushur moshën. E di sa keq është të rritesh pa baba? Pa lek, pa mbështetje. Do rritesh vetëm me mamin. Mami do bëj 4 punë, ose i dashnor. Ti do rritesh familje të shkatruar fare. Do nisësh drogën, do rrish me shoqëri të keqe. Do duash babin të ndihmoj, o babi, po babi është në burg, për fajin tënd. S'ka që se do haj, nuk s'ka që. Po kur ta marrë vesh babi që apo ndodh me ty, do shkatruat fare. E do ta gjejë të varur në burg. E ka lënë vetëm i letër. Ku të fajson ty. Qo, keqen babi. Qo, ikim. Nuk dua më. Nuk gopa. E, a e patatën që ta fus gjyshe në bagazh.